Kori klasave 1-5 të shkollës fillore Ismail Qemali të fshatit në Rasht arriti vendin e parë në garat shtetërore që u mbajtën në qytetin e Kavadarit. Në paraqitjen e tyre ata nga Juria kishin fituar 91 nga 100 pikat e mundshme. Ky sukses është arritur në kampionatin shtetëror të koreve shkollore, ku kanë marrë pjesë mbi 60 konkurrues të ndarë në grupe. Ky rrugtim nuk ka qenë shumë aq i lehtë, pasi që këtu kemi pa 2 faza për të arritur deri në garat shtetërore. Fazën e parë kemi patur garat rajonale, të cilat janë mbajtur me 15 prill, dhe garat shtetërore u mbajtën me 6 maj. Në garat regionale ne fituam 96 pikë dhe fituam të drejtën për të marrur pjesë në garat shtetërore. Në garat shtetërore Juria na dekoroi me një 91 pikësh, me të cilën shkolla jonë Ismail Qemali e mori vendin e parë në garat shtetërore. Nxënësit e korit të klasave të ulta të shkollës fillore Ismail Qemali të në Rashtit në Kavadar u paraqiten me kanonin 3 zërësh Banaha, kurse pjesa e dytë ka qenë kënga dashuri për nënën që e kishin zgjedhur vetë nxënësit. Arsimtari i tyre i muzikës Arsim Osmani thotë se nxënësit nga në Rashti posedojnë talent të jashtëzakonshëm për muzikë. Nga 31 pjesëmarrësit e korit, vetëm njëra shkon në shkollë të muzikës. Këtu është fati imi, pasi që këtu kam shumë brumë për të punuar. Jemi 31 nxënës dhe prej 31 të gjithë dinë të këndojnë, dhe po të ky grup gjithashtu jemi duke formuar edhe orkestrin e shkollës. Këtu kemi 3 violina, 1 qifteli edhe disa instrumente tjera me të goditur, të cilat janë në vazhdim me sipër vajzat të cilët luajnë në këto instrumente. Gjithashtu dua publikisht që t'i falenderoj dhe prindërit e tyre, pasi që korja dhe orkestra bëhet para ose pas orarit mësimor. Edhe këto asnjëherë nuk kanë thonë jo për çfarëdo lloj të provave ose ushtrimeve cilave a desht ne t'i performojmë. Pasi që për 8 minuta cilët ne kemi performuar në garat shtetërore, neve na desht muaj të tërë angazhim, disiplinë dhe përkushtim për këtë ditë. Arsimtari i muzikës Arsim Osmani ka falendëruar drejtuesit e shkollës fillore Ismail Qemali të në Rashtit për mbështetjen gjatë arritjes së këtij suksesi, duke mos anashkaluar as edhe prindrit e nxënësve që marrin pjesë në korin e shkollës, pasi siç tha, ushtrimet dhe aktivitetet janë mbajtur pas përfundimit të orarit shkollor. Ai tha se krahas koncerteve për patronazhin e shkollës më 28 nëntor, ditës së arsimit më 7 mars, ky sukses do të kurorëzohet edhe me koncertin e 1 qershorit, ditën e fëmijëve.